Përshëndetje. Atëherë, ju jeni? Prek Miri Adriatik. Gëzojmë zotëri, atëherë do doja të dija pak se si paraqiten situata, cili është shqetësimi që ju keni, çfarë ka ndodhur me ju? Na jeni atë përmëtu tash 5 ditë këtu, nuk s'ka kur kushtu. Baktit i kam në ujë, ka të krejnë lop, edhe ujë tash në prezencë, edhe kur jeni në ato folë tash jam para shtëpisë porës time, komplet nga mbrapa shihet ujti, edhe si është përmët ky vend. E qartë, zotëri, kjo është hera parë që ju përmbyteni? Urdhna? Kjo është hera parë që ju përmbyteni? Këtu, në përmbytë edhe herë tjera, po përsi kësa rrallë, ja. Çfarë prisni ju nga bashkia? Çfarë konkretisht kërkoni? Po kam pas 2 shtëpia si kam këtu, i kam në borë ujtin komplet, të shkalla parë. A keni kontaktuar ju me dikë që ndoshta të kërkoni ndihmë bashkisë në këtë rast? Apo keni pritur që kuj me kërkonim, s'ka kush part janë këta deputet që erdhën këtu, zoti Piroli dhe Zoti Qoni. Zoti Qoni. E qartë. Si në për herë parë si vinë këtu, si filmojnë, shohin, bisedojnë me ne. E qartë. A keni ju të nevojshme, zotëri, ndoshta për të patur një komunikim direkt me bashki në këtë rast për të gjetur një zgjidhje, apo nuk keni fare besim te kjo gjë? A keni menduar që të bëni një përfaqësi banorësh të gjithë së bashku dhe për ta kërkuar këtë gjë? Po nuk boft. Ku e marr po na si dhe kush marr këtu te na. Pra nuk keni besim që diçka e tillë mund të ndodhë. Nuk keni menduar që mund të keni vëmendjen e duhur. As i lloj besimi s'kena me këtë punë. E qartë. Mirë, shpresojmë shumë që të gjendet një zgjidhje për ju dhe pa diskutim që edhe zëri juaj të jetë një alarm në këtë rast për të lëvizur diçka. Zoti Gjoni, do doja të dija pak edhe në lidhje me punën tuaj. Tashmë ju jeni organizuar seriozisht dhe jeni duke punuar, duke kërkuar çdo informacion të mundshëm për rastet më problematike. Përfaqësues edhe drejtues të strukturave, ta janë gjatë gjithë kohës në zonë në lidhje me probleme edhe institucione të cilët drejtojnë hidravorin këtu në Adriatik dhe kanë ushtruar edhe presion për mënyrën e funksionimit të këtij hidrovori në mënyrë që të bëhet e mundur evadimi sa më shpejt i sasisë ujit i cili ndodhet në pronat e banorëve kësaj zone. E qartë. Dhe këtu afër kam edhe një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike, zotin Nika, i cili ka patur edhe komunikime të direkte dhe bashkë me zotin Hoxha, komunikime direkte me përfaqësuesit dhe drejtuesit e hidrovorit të zonës, të cilët shpeshherë, por janë edhe në terren në evidentimin e gjitha pasojave të cilët janë shkaktuar për shkak të përmbytjes dhe për shkak të mosndërhyrjes së pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. E qartë, e qartë. Mirë, nëse kemi të mund